nga Omani deri në pjesën e detit Mesdhe dhe në xhirin persik, por edhe në Irak, Amerikanët dikun kanë 50.000 trupa dhe mund të jenë cak i goditjes. Sa trupa, më falë zoti Bilali? Dikun 50.000 trupa. 50.000 trupa? 50.000 trupa amerikane. Mos jem desidiv, 45.000, 55.000, dikun ato është numri. Po, e kam fjallën që lidhë... Je fiks 50. 3 metrë. Je në rregull, je 50, aq deklaroi edhe generali Kavoli, 50.000 forca janë atje, kështu që je në rregull. Po do më thë kjo shënim e mbaj mend që nga viti kaluar, mund të ketë pastaj ngritjet kapaciteteve të tyre, sidomos me aeropërmbajtësit amerikanët, të cilat kanë ardhur në afërsitë e detit arabik, dhe mendoj që brenda 2 muajve do të ketë sharime më të qarta rreth asaj se a do të ketë sulm izraelit ose kombinim izraelit-amerikan. Mirë po, mendoj që zgjedhja adekuate për lindjen e mesme me këtë projekcion Amerikan nuk do të ketë, dhe mendoj që në këtë drejtim, edhe pse ato e tha drejtoni Arzani bukur, që ka 3-4 ditë që kanë fillu konsultat e pazakonshme për programin bërthamor të Iranit, deri më tani, se kanë marrë pjesë fuqi tjera, do thot edhe për Unioni Evropian dhe Amerikan, dhe tash një konsultë e tillë kinezoruse me Iranin letëkjartë aze që Amerikanët ta quaj nuk janë kryepolici botëror, por do thot ka infiltrim tash edhe të dy fuqive tjera. Mendoj për çështjen palestineze do të ketë jashtëzakonisht, mund të them kështu, brishësi në proces, nga se projekti i Izraelit është goditja e radhës Jordani Westbank, dhe qëllimi izraelit është pastrimin dhe ekzistimin vetëm të shtetit hebrej. Kjo komplikon situatën dhe këtu është ai rreziku që edhe ish këshilltari i Netanyahut paraqet forcimin dhe rolin e Turqisë me baza ushtarake në Siri, sepse dashte pa dash Turqia ose shifni, balancat për një paqe i ruan vetëm forca. Dhe në këtë drejtim mendoj që forca turke, po që se ka perimet, ta them kështu sistemin në Kosovë, e ka me hak, atëherë do thotë raportet ndryshojnë. Por momentalisht mendoj që vizita e Netanyahut ca kryesor ka pas Iranin. Dritan, jemi në këtë çështje në Iranit ku të paktën kur gazetarët e pyetën Donald Trump dhe i thonë po nëse Irani nuk tërhiqet nga programi i tij bërthamor, Trump në një farë mënyrë tha kjo do të jetë shumë keq për Iranin, çka do ta çonte situatën në një përplasje ku pastaj do të hynte edhe Rusia dhe Kina sipas asaj që e thatë edhe ju, sepse janë ekspertët kinezë dhe rusë që në një farë mënyrë po e përgatisin këtë takim. Si e shikon të ardhmen e situatës? Shiko, ka një gjë shumë interesante, pra. Edhe pyetja e gazetarëve dhe përgjigja bëhet llaf për një program i cili realisht nuk ekziston, pra, për programin bërthamor për bombën bërthamore. Pra iranianët nuk kanë një program për bërjen e bombës bërthamore. Edhe pse Trump i tha ata nuk duhet kenë bombë bërthamore. Po, nuk duhet kenë. Ata nuk kanë fare program për bombën bërthamore. Dhe çfarë bëjnë? Shiko kurthin që kanë ngritur iranianët, kinezët dhe rusët sa bukur. E kanë çuar tash në bisedim, hajde bisedojmë për një program që nuk e kemi. Pra si mund bisedosh për diçka që nuk e ke? Do të thënë, flasim hipotetikisht. Dhe në fund, iranianët nuk e kanë këtë program. Dhe në fund fare do pranojnë në bisedime me amerikanët, do thonë që okay, ne nuk do ta ndërtojmë bombën bërthamore. Dhe Trumpi do ta shesi këtë si sukses, pra si PR të tij sukses të madh, që neve i bindëm këta dhe pranuan presionin ton që mos kenë bombë bërthamore. Ndërkohë që iranianët nuk kanë bombë bërthamore dhe nuk kanë program bombës bërthamore. Pra edhe ata do e shesin si sukses të tyre që arritëm këtë dhe neve dhe iranianët thonë që ne i qëndruam asaj që kemi thënë gjithnjë, që ne s'kemi bombë bërthamore, nuk kemi program dhe nuk duam të ndërtojmë. Dhe amerikanët thonë që edhe neve u bindëm dhe i bindëm ata që këta nuk duan të ndërtojnë bombë bërthamore. Pra jemi në rregull. Pra të dyja palët do shesin. Bëjnë me Netanyahu, se Netanyahu gjithmonë ka shkuar në për vizita në SBA dhe ka kërkuar goditjen e Iranit. Po, goditjen e Iranit. Fakti që Netanyahu edhe kësaj radhe kërkon goditjen e Iranit, me shtë bashkëtorë do të tregon dy gjëra. E para që Izraeli nuk ka kapacitete të godas vetëm Iranin dhe ta shkatarrojë atë. Dhe dyta tregon që në goditjen e fundit që Izraeli i bëri Iranit, nuk ka pasur asnjë lloj suksesi. Pra në goditjen e fundit që i bëri vetëm s'ka pasur asnjë lloj suksesi. Ajo që ka shitur ka qenë vetëm përralla.
sepse këmbgulja e tij tashmë që patjetër duhet goditja amerikane ndaj radarëve dhe ndaj sistemeve të mbrojtjes kundërajrore iraniane, do me thënë që Izraeli nuk ka mundur të godasë asnjë sistem të mbrojtjes kundërajrore iraniane në goditjen e tij të fundit. Do me thënë që ato janë të paprekura. Pra, thjesht të analizojmë deklaratat e këtyre personave. Prandaj, çfarëdo që të thotë Izraeli, sido që ta bëjë Izraeli, sado që të mërzitet Netanyahu, pa Amerikën nuk mundet të hyjë kësaj aventure. Dhe në rast se amerikanët thonë që jo, neve u bindëm që ata nuk kanë dhe i detyruam që ata të mos kenë bombë bërthamore, janë detyruar të ulen dhe të rrinë, s'kanë çfarë bëjnë. Do gjejnë një arsye tjetër më vonë, siç e kanë gjetur gjithnjë, siç kanë shpallur, por nuk do ndalojnë. Kjo nuk do thotë që izraelitët do ndalojnë tentativën e tyre për të shkuar në luftë me Iranin. Jo. Ata kanë 25 vjet që bëjnë tentativë për të shkuar në luftë me Iranin. Pra nuk kanë ndaluar në asnjë moment. Do të vazhdojnë sërish. Pra do të mundohen të gjejnë arsye të tjera, por për momentin Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse jo se Trumpi, por t'ju garantoj që ata zyrtarët në Pentagon, pra ushtarakët në Pentagon, ja kanë bërë të qartë Trumpin që nuk ka kapacitete Shtetet Bashkuara të Amerikës aktualisht sot të hyjnë në një luftë me Iranin. Nuk mundet t'ja dalin dhe nuk mund ta fitojnë të luftë me Iranin. Dhe do të ishte një shkatarrim për Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të ishte një demilitarizim i Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe një demilitarizim i cili do t'i konvenonte dy fuqive aktualisht, që janë rusët dhe kinezët, që janë më të militarizuarit. Gjithë pjesa tjetër e botës nuk është e militarizuar siç janë ata. Prandaj them që Trumpi po mundohet të ballancojë lobimin izraelit, ndërhyrjen izraelite me realitetin amerikan. Dhe ka pranuar edhe bisedimet. Ndërkohë zoti Redi, po. Mendoj që të rreth Iranit hapi i parë është sjellja panikës, hapi i dytë është goditja dhe hapi i tretë ndryshimi i regjimit dhe çrregullimet e brendshme në Iran. Dhe ky mund të jetë një plan i tillë në 3 faza. Sot atë realizohet është pikpyetje. Po. Problematike do jetë Turqia dhe fjalët e Trumpit që ai më pëlqen mua dhe unë e pëlqej atë. Një lloj dashurie, mund të them tregon diçka më tepër. Nga se në kampin arab, bile mund të them arabt me ne gjasojnë aspektin sa i përket sentimentit anti-turk dhe i dikon të them. Se bëhet koklaviti mes perandorisë osmane dhe shtetit modern turk. Mendoj në këtë drejtim arabt e kanë një hilet madhe dhe mund të them një urrëtie të pakuptueshme. Është çështje e civilizimit e religioneve, çështja e kalifatit, nuk e ta kanë. Por ajo që ka tha Trumpi për Erdoganin tregon që ata që kanë menduar që bjen Erdogani në Turqi kanë pas gabim. Erdogani gjendet në pikun e tij më të lartë, sidomos në këtë gjeopolitikën e sotshme dhe rolin e Turqisë. Ne po mos harrojmë, turqët nuk e harrojnë 20 vjeçarin e zhvillimit të industrisë ushtarake turke. Dhe mendoj që në këtë drejtim tash vendosja e hisarit në 3 baza në Siri tregon e gjithë këtë. Prandaj një respekt i tillë mendoj që ka kry punë në atë aspektin përzimin e Asadit, kontributi i Turqisë dhe Izraelit, mund të them, me insistimin e amerikanëve është jashtëzakonisht i madh dhe këtë Trump të shëron ta konsideroj si një shpërblim i madh për politikën amerikane. Po Irani ka thënë që do të godas qoftë Turqinë, qoftë Arabinë Saudite, qoftë gjitha vendet që do bëhen, le të themi, që do bëhen ndihmëse dhe mbështetëse të një inkursioni kundër Iranit. Turqët nuk i kanë, mund të them kështu, raportet mund të ajtë që kështu të mira me Iranin. Nga se kanë disa probleme të cilat historikisht i kanë përcjell, por mendoj që ajo thonja e mahershme Davutoglu's zero probleme me fqinjt ka rritur një kohë të relaksoj marrëdhëniet turko-iraniane. Meqense vija kështu, mund të them, doktrinës në islam mes shijave dhe sunive i ka shkaktuar problem të madh, mund të them, edhe religionit, mirë po edhe problematikave që lidhen edhe me vetë çështjen palestineze. Dhe mendoj në këtë drejtim, proksi iranian është dobësuar me përjashtim të Yemenit, meqense edhe në Irak kuptohet ka forcat e tilla pro-shiite, të cilat janë jashtëzakonisht të konsoliduara, por në raport mund të them që do godes vendet e Xhirit, me siguri që po. Me siguri, por mendoj që edhe ajo që tha Tritani më herët, atë goditjet me dron dhe raketa ose edhe aviacioni nga Iraku
i Izraelit, edhe mos ta quaj ka qenë e koordinuar, por ka qenë me një mas. Dhe nuk kanë dashur të i kalojnë të dyja vendet. Nëse nisemi atij plani, pra kemi këtë fjalë Tiranit, po kemi edhe mundësinë që të ndërhyj Rusia dhe Kina, se kjo ishte biseda që bëm dhe me Dritanin. Pra mund të plas aty lufta e tretë botërore në kuptimin që të paktën kjo është frika e madhe që po diskutojnë palët në rast të një ndërhyrje. Pra aty mund bëhet një, domethënë, gjitha palët mund të, dhe aty mund të shpërthej realisht lufta e tretë botërore. Rusia nuk hyn në luftë të tretë botërore për Iranin, as nuk përdor sustën atomike. Nuk e besoj. Kjo me kinezët mund të them që në atë rrugën që kanë një lidhje, mund të them edhe toksore përmes Afganistanit, për të kaluar në Iran dhe mbështetjen logjistike, meqense ka një partneritet strategjik me Kina. Me Rusë të ka, por është e çuditshme çështja militari ushtarake, sepse nuk e merr përsipër, po që se sulmohet Irani, vendi i tretë Rusia, siç e ka me Korenë e Veriut. Dhe në këtë drejtim mendoj që ka qenë pak një hile ruse, por sidoqoftë Irani bamiral e ka problem të arrit të shpëtoj ose të del fitimtar, po që se kemi një goditje amerikano-izraelite të përbashkët. Nëse kemi një goditje po thuhet kombinuar të palëve. Jo, po Iran... Jo, kam fjalën Izrael-Amerikë. Po dakord, po do jetë dhe Kinë-Rusi-Iran këtu pastaj. Prandaj them që... Ne mund të supozojmë, po që se ka... Por unë mendoj që është një dakordancë. Shifni, kur është goditur Jemeni para 2 javësh nga forcat amerikane dhe angleze, nga aviacioni i tyre, mendoj që një paralajmërim e kanë, ose një informacion, shkëmbim informacionit dhe informat ka qenë edhe për palët ruse. Do thotë, pala amerikane ka informu palën e Kremlinit që do bëj goditje. Dhe kjo tëra tregon që një koordinancë ekziston. Mendoj që raportet sot amerikano-ruse i bukur të afërta. Dritan, tani dalim tek situata me Turqinë, situata domethënë Izraeli ka shkuar thash për Iranin, ka shkuar dhe për Turqinë dhe mundësinë e një përplasje me Turqinë për shkak të ngritjes bazës afër Palmirës dhe për shkak të le të themi konfliktualitetit të situatës deri tani në atë rajon. Çfarë mendon se Trump i dha si mesazh Netanyahut për sa i përket rolit të Turqisë në atë rajon? Qa garancish? Unë mendoj që nuk është çështje garancie, për arsye se nuk ka nevojë të japi garanci Netanyahut, thjesht duke bërë ndërmjetësim midis Izraelit dhe Turqisë. Thash edhe atë që thash pak më parë, ritheksoj që do të garantoj, pra thjesht që në ndërhyrjen e tyre, pra me ndërmjetësin që operacionet ushtarake izraelite nuk do të ketë ndërperje. Pra do të ndodhi ajo që ka ndodhur edhe më përpara në Siri. Pra do të lejohen ato avionët, siç e diskutuam. Kur kanë qenë forcat ruse në momentin kur kanë qenë forcat ruse në Siri, pra kur ishte Bashar al-Assadin pushtet, nuk është se Izraeli nuk bombardonte në Siri, pra bombardonte gjatë gjithë kohës në Siri, objektiva ushtarak sirian, dhe ato i bënte me leje të rusëve. Pra njoftonte rusët më përpara dhe ata lishonin hapësirën ajrore dhe forcat izraelite godisnin. Por pa hyrë në territorin e hapësirës ajrore siriane, pra godisin janë nga jashtë territorit. E njëjta gjë mund ndodhi edhe tashti. Pra, dhe të njëjtën gjë kanë kërkuar edhe turqit. Pra, dhe turqit kanë thënë që vendosja një bazë ushtarake atje, ne duam që nesër të kemi të njëjtën marrëdhënie siç kishin izraelitët me rusët. Pra, çfarë do lloji goditje, çfarë do lloji veprimtarie ushtarake e izraelitëve në Siri, të kenë njohuri më përpara turqit. Pra, të informojnë që do të godasim, pra, do të bëjmë këtë. Kjo është ajo që do të ndodhë. Dhe ndërhyrja amerikane është që në rast se nesër ata do duan të përdorin territorin e Sirisë për të goditur Iranin, pra nga territorit për të kaluar, sepse ju duhet të kalojnë me avion mbi territorin e Sirisë, nuk do të kenë pengesë dhe probleme nga ana turke. Pra, kjo është ndërhyrja që do të bëhet që nuk ndalon operacionet ushtarake izraelite. Marrëdhënie tjetër nuk ka, përplasje tjetër nuk ka. Jo, ideja është që unë nisem nga një deklaratë Devlet Bahçeli Dritan, i cili thot, është vetëm çështje kohe para se atyre që tregojnë dhëmbët në Golan dhe drejtojnë gishin nga Damasku, do të hiqen dhëmballët në Jeruzalem, çka nën kupton që
një përplasje, sepse Devlet Bahçeli është një nga njerëzit e afërt të Erdoganit. Është bashkëpunëtori i Erdoganit, por në koalicion. Ideja është që në mënyrën se si është shprehur paralajmëron një përplasje të fortë midis Turqisë dhe Izraelit. Jo, po të marrim literalisht atë që ai ka shprehur, i bie që turqit do të shkojnë në